10 vjet më parë, afër qendrës klinike universitare të Kosovës ishin hapur themelet e një objekti gjigant, i cili planifikoi të shërbente si parking automjetësh. Por edhe pse kanë kaluar kaq vite, objekti ende nuk është përfunduar i tëri. Komuna e Prishtinës së fundmi kishte dhënë ultimatum kompanisë Jeta se nëse nuk do të përfundonin punimet deri në fund të qershorit, komuna do të shkëpuste kontratën me të. Zëdhënësia e Komunës së Prishtinës, Miranda Mullafazliu për Tribuna Channel ka konfirmuar se punët kanë përfunduar sipas planifikimit dhe se objekti shumë shpejt do të lëshohet në shërbim. Vitin e kaluar kur kryetari Ahmeti ka marrë qeverisjen e Komunës së Prishtinës, investitori ka ardhur dhe ka paraqitur një plan dinamik dhe ne jemi dakorduar që të japim afat që këto punë të kryen deri në qershor të vitit 2015. Punët kanë përfunduar sipas planifikimit. Tani investitori është duke bërë punët përfundimtare dhe posa të përfundojnë edhe ato, objekti do të lëshohet në shërbim. Për të mësuar më shumë se deri ku kanë shkuar punimet, Tribuna Channel ka provuar të kontaktoj edhe me Shpresa Bekteshin, përfaqësuese e kompanisë Jeta, por kontakti me të ishte i pamundur, me arsyetimin se gjendet jashtë vendit. Ky parking pritet të zbusë sadopak ngarkesën në qytet, pasi numri i madh i automjeteve shpeshherë po shkakton rrëmuj në hyrjet e Prishtinës. Objekti do të ketë afër 1000 garazhe dhe një qendër tregtare.